Stuhia që ka përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën po lëviz në drejtim të Maqedonisë së Veriut, duke sjellë paralajmërime për rreshje intensive shiu dhe erëra të forta. Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojan Çangelov, tha se vendi pritet të përballet me përkeqësime të kushteve atmosferike. Stuhia që ka përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën aktualisht po lëviz drejt Maqedonisë së Veriut. Kjo stuhi pritet të sjellë kryesisht rreshje më intensive shiu, ndërsa erat e forta mund të mos jenë element kryesor, deklaroi Angelov. Paralajmërimi vjen pas dëmeve të shkaktuara nga erat e forta në Shkup, ku janë raportuar pasoja në disa pjesë të kryeqytetit. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë përkeqësimit të motit dhe të ndjekin njoftimet zyrtare. Në Gosivar është shënuar një rënje e numrit të rasteve të reja që kërkojnë ndihmë mjekësore, ndërsa epidemia e gastroenteritit në territorin e komunës vazhdon të monitorohet nga institucionet shëndetësore. Sipas epidemiologes Zorica Zafiroska, gjatë 24 orëve të fundit në repartin infektiv janë paraqitur 111 pacient dhe 26 persona për kontrole, ndërsa në pediatri janë regjistruar 65 pacient të rinj dhe në emergjencë 7 raste të reja. Ndryshe nga dje, numri po fillon të ulet, tha Zafiroska. Në kuadër të hetimeve janë analizuar edhe mostrat e ujit. Prokuroria njoftoi se në mostrat e marra është konstatuar ndotje bakteriale, ndërsa Qendra për Shëndet Publik po vijon hetimet epidemiologjike si dhe analizat laboratorike. Institucioni hidrometeorologjik i Kosovës ka lëshuar alarm portokalli për të gjithë territorin e Kosovës për ditën e mërkurë 22 korrik. Ky institucion paralajmëron stuhi lokale me bubullima, rreshje intensive shiu, breshër dhe erërat e forta. Sipas institutit, moti i paqëndrueshëm mund të shkaktojë përmbytje të shpejta lokale, dëmtime në infrastrukturë, si dhe ndërprerje të emergjencës elektrike, ndërsa qytetarëve u bëhet thirrje të shmangin ambientet e hapura gjatë stuhive dhe të tregojnë kujdes të shtuar në komunikacion. Paralajmërimi është në fuqi nga mesnata deri në 23:59 ditën e nesërme.